Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur në minutat mediatike të ftuarit. Do të flasim sot për ish të përndjekurit apo të përndjekurit politik, kujtesën historike, integrimin e kësaj shtrese shumë të vuajtur. Më lejoni t'sjell në vëmendje duaj që para disa ditësh është mbajtur edhe konferenca falje për drejtësi, një nismë kjo e organizatës të përndjekurit pikal me mbështetjen e Institutit të përndjekurve politik, por krahas kësaj konference më herët edhe disa trajnime, por do të flasim më gjatë edhe në lidhje me trajnimet dhe konferencën edhe çfarë bëhet me shtresën e të përndjekurve politik. Më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është Goldvin Veliu, drejtori i projekteve i organizatës të përndjekurit pikal. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Mirë se ju gjej në emision. Gold, do doja ta nisja nga ky bashkëpunimi që keni patur me organizatën tuaj me KAS për trajnime që keni bërë për leadershipin dedikuar të rinjve, natyrisht që vinë nga familje me statusin e të përndjekurve politik. Më duket një iniciativë shumë interesante edhe e dobishme, pash edhe temat e trajnimit për 4 javë me radhë, sistemi politik në Shqipëri, legjislacioni mbi pjesëmarrjen qytetare, politikat e Bashkimit Evropian të angazhimit politik, por edhe pika e fundit dhe më e rëndësishmja në gjykimin tim modest, zgjidhjet ligjore për ish të përndjekurit politik. Si trajtuan të rinjt tematika të tilla dhe iniciativë mendimi kujt ishte ky trajnim? Atëherë, ky trajnim është i 4-ti në radhë që neve bëjmë me të rinj që vinë nga familjet e të përndjekurve politik, cilët kanë qenë target i natyrshëm, sepse edhe unë jam një i ri që vinë nga një familje e tillë që nga stërgjyshi i pushkatuar, i cilit ende nuk janë gjetur reshtrat, të dy gjyshrit, njëri në burgun e Qafbarit, tjetri në burgun e Spaqit, me dënime politike, dhe gjyshja e internuar, babai dhe mamaja gjithashtu janë privuar nga e drejta e studimeve të larta dhe unë vetë kam lindur në Elbasan në Bodrume për shkak të përsekutimit që kishte familja. Kështu që e kam gjetur të natyrshme të jap kontributin modest në projekte cilat kanë si target pikërisht të përndjekurit politik, qoftë drejt për drejt ata që kanë vuajtur nga pasojat e komunizmit, qoftë edhe pasardhësit e tyre. Siç e thash, më vjen shumë natyrshëm kjo, për shkak se edhe vetë jam pjesë e këtij komuniteti. Në fakt, përndjekurit politik, unë e kam thënë shpesh që është një keqardhje që ju ka ngelur më shumë të pjesa e vuajtjeve si mënyra se si ata kujtohen ose përfiturohen, por në fakt ata kanë qenë njerëz intelektual, të cilët pikërisht për shkak të integritetit, dinjitetit edhe informacionit apo dhe intelektit që kishin, u targetuan nga regjimi për të bërë shembull në mënyrë që të tjerët mos ndiqnin rrugën e tyre, sepse ishin të vetmit, nëse do bëheshe fjalë për një ndryshim regjimi, do ishin të vetmit cilët mund të udhëhiqnin qoftë protestat apo çdo mënyrë reagimi ndaj sistemit, siç edhe ndodhi. Prandaj edhe kur kam vizituar burgun e Spaqit apo Qafbarit, ato ishin në zonat më të thella malore, pikërisht për të humbur, le të themi, gjurmët edhe për ta kthyer historinë të përndjekurve në një mënyrë për të trembur, le të themi, masat. Te ky trajnim që neve po bëjmë me Konrad Adenauerin, target janë ato të rinj të cilët janë të shkolluar, janë intelektual në fushat e tyre, janë të suksesshëm dhe trajnimi po bëhet për leadershipin sepse vendi e ka të nevojshme që pikërisht kjo shtresë të kontribuojë në vendimarrje, pra të përndjekurit politik duke parë edhe situatën në Shqipëri e cila kemi nevojë realisht për lidera,
do ishin, le të themi, komuniteti më i mirë nga cilit mund të dilnin individ që do kontribonin qoftë për kalimin e krizave politike, po qoftë edhe për ta udhëhequr Shqipërinë drejt. Sa të interesuar dukeshin Beliu të rinjt? Ka një skepticizëm shumë të madh kur vjen pjesa e të përndjekurve politikë. Kjo për shkak se le të themi problemet e tyre janë të mbartura që nga koha e komunizmit dhe më pas edhe në demokraci u bën 34 vite që plaga sociale e lënë nga padrejtësitë që janë bërë të përndjekurve politik, jo vetëm që nuk gjeti zgjidhje, por në shumë raste u kthye në një formë të tillë që u bë demotivuese dhe në shumë raste përdhosi dinjitetin e atyre që thirrën atëherë kur nuk guxonte njëri liri demokraci, dhe në këtë aspekt kanë interes, por është edhe pjesa e skepticizmit brenda, dhe prandaj neve i kemi shtrirë dorën dhe kemi ngritur një kanal komunikimi, pra përveç trajnimit, le të themi, ai motivi kryesor është edhe ngritja e kanaleve të komunikimit të përndjekurve politik me njëri tjetrin. Edhe për të bërë një krahasim të thjeshtë, nëse shumë grupe apo komunitetet tjera në Shqipëri mund të kenë pasur organizime të caktuara, kryesisht le të themi kanë qenë politike, por dhe këto grupe të drejtave të njeriut, të përndjekurit politik, është shumë vështirë, mos të me pa mundur të gjesh një organizim të mirëfillt që të jetë bërë, që të ketë pasur një pjesëmarrje të konsiderueshme ku në bazë të tyre të kenë qenë problematikat e të përndjekurve politik. Prandaj është shumë e rëndësishme ngritja e orave të komunikimit me njëri tjetrin, që nga ata që e kanë vuajtur drejt për drejt, po dhe neve që kemi vuajtur pasojat e komunizmit, edhe më shumë se sa komunizmit, edhe ideologjive, le të themi, cilat imponojnë diktaturën, dhe ne kryesorja dhe atë që duam t'i përçojmë të rinjve është mos përsëritja e historisë, sepse ne dim shumë mirë që nga lufta e parë te lufta e dytë botërore kaluan 20 e pak vite, edhe në këtë rast, asnjëherë rreziku nuk ikën, ne pam edhe në rastin e zgjedhjeve të fundit, pjesëmarrje shumë e ulët, dhe aty ku kishte pjesëmarrje shumë e ulët dhe le të themi kryesisht mosha të treta shikoheshin në kutitë e votimit. Mosha treta dhe me shumë mundësi mosha treta të cilat kanë qenë në krahun e diktaturës në... Po patjetër se e tregoj vetë rezultati, po... Rezultati 80% në Vlorë ishte një... Ne duhet të shqetësohemi për distancimin e të rinjve nga ai momenti i vendimmarrjes. Pikërisht, kjo është edhe ideja e trajnimeve. Të japim një lloj, të funksionojmë si një lloj katalizatori që të mbledhë energjinë që është akumuluar, sepse në shoqëri, kudo që në ambientet ku rrim, në punë, në kafe, në plazh, kudo, domethënë që grumbullohen njerëzit, shprehin pakënaqësitë, shprehin atë lloj, le të themi, krahasimi që ato bëjnë me vende të jashtë, sepse sot është mundësia dhe ne krenohemi që kemi kaq turistë dhe kemi edhe kaq shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, po kjo nga ana tjetër shërben si një etalon matje për të gjithë ata, për të parë diferencën se ku është vërtet Shqipëria dhe shoqëria shqiptare në raport me aty ku neve duam të shkojmë. Në këtë rast drejt Bashkimit Evropian dhe... Do t'i rikthehemi sërish pikave, flasim pak për konferencën që keni mbajtur juve, mua më bëri në fakt shumë përshtypje falje dhe drejtësi. Tani, falje natyrisht për sa kohë nuk ka patur hakmarrje nga shtresa juaj ndaj atyre që i shkaktuan vuajtje çnjerëzore për 45 vite me radhë. Kjo është natyrisht për t'u përshëndetur fisnikëria që keni treguar, por falje pa kërkuar ndjes, si mund të ketë drejtësi me falje pa kërkuar ndjes? Prandaj duhet ju ngacmoj pak te këto fjalësh që keni zgjedhur për konferencën. Pikërisht tu ka qenë edhe bashkimi të dy fjalëve shumë të rëndësishme nga pikpamja njerëzore, sepse falja në këtë rast pasohet nga dhe drejtësi. Pra në kuptimin nuk ka pasur hakmarrje të drejtë për drejtë dhe nuk ka hakmarrje të drejtë për drejtë për të mos bërë vllavrasje në shoqërinë shqiptare, dhe ne kishim të ftuar në konferencë
persona cilët ju kishin vrarë familjar dhe dëshmuan vetë aty se si e kanë pasur dilemën e hakmarrjes, por kanë zgjedhur që të mos ishin të ngjashëm me persekutorët e tyre. Dhe kjo ka qenë një ndër vlerat më të mëdha që ne kemi si komunitet, por nga ana tjetër, se në Shqipëri fatkeqësisht neve për virtytet më të larta kemi edhe shprehje të cilat i përbuzin, të themi ndonjëherë sinqeriteti dhe le të themi mirësia virtyti budallarit, nuk është për t'u marrë për budallënj këta njerëz, sepse edhe këta kanë pasur gjitha mundësitë që të hakmerreshin apo sot të kishim të vrarë, të humbur edhe nga pala tjetër, por kanë zgjedhur që të kërkojnë drejtësinë, sepse drejtësia do të ishte garanti më i mirë edhe për komunistët vetë që historia të mos përsëritej, sepse ne kemi parë që kur një grup e thënë në zhargonin popullor e ka trashur zullumin duke bërë padrejtësi të vazhdueshme, ka ardhur një moment, duke menduar veten si të fuqishëm, të paprekshëm, ka ardhur një moment që historia i është kthyer në të kundërt. Dhe ai grup që ka qenë vulnerabel, kemi për shembull rastin e revolucionit francez, kur mbreti ushtronte si mbret, domethënë e quante veten absolutist, dhe antarët e revolucionit e dim që i çuan dhe në giotinë, dhe ajo që pasoi më mbrapa ishte më keq se sa vetë regjimi diktatorial i mbretit. Kështu që kemi shumë raste në histori, në të cilat padrejtësia e bën në mënyrë të vazhdueshme, pa kërkuar falje, me arrogancë, ka bërë që pala tjetër të kundërpërgjigjet dhe pastaj neve kemi dhe historinë në Shqipëri, për shembull kemi rastin e 97-s, ku padrejtësia që u bë me pjesën e të ardhurave, çovi në luftë civile. Kështu që nuk është se janë ngjarje që i referohemi shumë larg, janë ngjarje që janë të afërta, janë brenda kujtesës tonë, kështu që kjo konferencë këtë qëllim kishte, një falje që është le të themi një ndër gjestet më të larta njerëzore, shumë e quajnë dhe hyjnore faljen, por e pasuar nga drejtësia që do të ishte ajo valvula e sigurisë që këto mos përsëriten. Me të drejtë thoni drejtësia që duhet ishte, drejtësia që ende nuk është vendosur, flisni për drejtësi institucionale në këtë rast? Patjetër, drejtësi institucionale, sepse ne dim shumë mirë nga rasti i Gjermanisë naziste që është bërë një gjyq i famshëm, gjyqi i Nurembergut, në cilin janë dënuar eksponentët më të lartë pjesëmarrës në masakrat naziste, ndërsa në Shqipëri nuk kemi as edhe një të dënuar për dhunën, për vrasjet, janë rreth 6.000 të ekzekutuar pa gjyq ose me gjyqe politike në Shqipëri. Janë 34.000 të burgosur për arsye politike. Janë qindra mijërat internuar. Qindra mijërat internuar. Nuk kemi askënd të marrë në përgjegjësi për këtë gjë. Dhe kjo është një mënyrë shumë e keqe për të ngritur themelet e shtetit. Sepse në fund fare, historia e shtetit shqiptar, qoftë ky drejtuar nga të djathtët apo nga të majtët, ngel histori e Shqipërisë. Kështu që neve, si më thënë, do ta kishim për nder që kjo histori t'ishte shkruar ndryshe dhe njerëzit që kanë qenë përgjegjës në atë kohë t'ishin dënuar, kjo do t'ishte një mesazh shumë i mirë për të gjithë ata që do ju shkonte në mendje nesër. Të paktën minimalisht ishin distancuar nga jeta publike, minimalisht, le të themi. Për këtë gjë, unë jam nga ata që mendojmë që neve kemi një faj edhe vetë, sepse përgjithsisht edhe të përndjekurit politik ankohen që shumicën e problemeve ju vinë nga komunistët ose nga ata që kanë përqafuar ideologjinë komuniste. Tash është e vetë kuptueshme që kushdo që ka bërë një faj, një krim, do mbroj veten e vet. Dhe nuk habitem pse ato, si më thënë, ndryshovi sistemi ato sërisht duke u kamufluar me ide. Ndryshime emrash, partish e tjerë. Të gjitha këto tentuan edhe tentojnë edhe ja kanë dalë në shumicën e rasteve që ta kalojnë në këtë mënyrë këtë histori, duke u
si më thënë, duke qenë po të njëjtat emra, ose duke qenë po pasardhësit e tyre, po në drejtimin e institucioneve kryesore të vendit, po në drejtimin, po në vendimarrje. Kështu që prandaj edhe është shumë i rëndësishëm edhe te ky trajnim ne japim rëndësi pjesës të marrjes së përgjegjësisë. Pra të përndekurit politik, në vend që të jenë spektator në arenën politike shqiptare, duhet të jenë aktor vendimarrës, në mënyrë që dhe vendimet që do merren, pasaj të jenë vendime që do shkojnë për shtatë drejtës që ata po kërkojnë. Shumë e rëndësishme që historia të mos harrohet kur, por edhe të mos përsëritet, është edhe kujtesa historike, Veliu. Unë pash janë kolana të tëra që botohen qoftë nga instituti i krimit dhe pasojave të krimit komunist, studimit krimit dhe pasojave, po a është bërë mjaftueshëm? Unë do thoja këtë gjë që mund t'jetë bërë edhe mjaftueshëm edhe më shumë se sa mjaftueshëm për sa i përket pjesës së shkrimit, dokumentimit, sepse ka dokumentare, ka libra, çdo gjë është. Kemi dhe njerëz që janë të gjallë, janë bërë emisione që kanë treguar vuajtjet. Problemi është tek pjesa e vënies në qendër të vëmendjes tyre probleme. Pra, edhe vetë media, për shembull, nga shumësia e emisioneve që nga gjithologët që janë gjithandej, krijon një lloj kakofonie në të cilën ka një inflacion të fjalës edhe të rëndësisë të vërtetës. Pra, sot mund të dali dikush të thotë, po marr një rast hipotetik totalisht. Mund të thotë për shembull që kemi raste konkrete sa të duash, po ju një rast hipotetik. Mund të thotë për shembull që kryeministri ose një figurë e lartë më ka kërkuar rishfet dhe për shkak, edhe mund të jetë shumë e vërtetë kjo gjë, dhe për shkak të faktit që ka një le të themi inflacion të fjalës, kjo gjë do kalonte sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe jemi kthyer në një shoqëri e cila i ka humbur nervat në të cilat ajo ngacmohet për të reaguar, dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të krijimi këtyre kanaleve komunikimit, dhe është shumë e rëndësishme pjesa e angazhimit të rinjve, sepse të rinjt janë ata që janë më pak të shantazhueshëm, sidomos pjesa e studentëve ose ata që janë në fillimet e tyre, sepse dikush që ka një karrierë, ti mund ta shantazhosh nëpërmjet vendit të punës, mund edhe këtu pastaj vjen edhe pjesa shumë janë edhe familjar, ndërsa një student ti s'ke me çfarë ta shantazhosh. Mjetet e shantazhit janë nga më të ndryshmet, Veliu, dhe s'duhen neglizhuar patjetër, sepse pam protestën e studentëve para disa viteve, që dikujt i shantazhuan prindin për ta hequr nga puna, dikush kishte një biznes diku dhe u tkurrën dhe u sprapsën. Kjo është edhe pjesa ADN-s të një populli. Për kujtesën historike, flas natyrisht për botimet, flas për konferencat që mbani ju, për aktivitetet të ndryshme, flas edhe për monumentet të gjalla që duhet ishin. Ka sot ndonjë monument të përndjekurve politik? Ishte një në Kavaj, nuk ekziston më, ishte një në Shkodër, këtu në Tiranë, është bunk arti, por she vetëm portretet e viktimave dhe askund, asnjë gjurmë me atyre persekutorëve. Pra, ca të vërteta që po thuhen për gjysmë. Patjetër, kjo është edhe për shkak të faktit që ata që e kanë në dorë këtë gjë, shumica janë me përjardhjen e krahut atyre që kanë qenë të persekutorët. Kështu që nuk do t'i pëlqente që të dilnin emrat e baballarëve ose gjyshërve të tyre. Kemi ministrën Balluku që e tha me kënaqësi që ishte publikisht, që ishte. Po s'ka nevojë ta thotë se janë gjëra që dihen. E tha me krenari. Kemi zotin Spartak Bravo për shembull që doli që tha edhe ai me krenarin në emision që Enver Hoxha ka qenë burr shteti sepse ju referua pjesës së elektrifikimit të Shqipërisë apo tharjes së kënetave, gjëra që mund t'i ketë bërë komunizmi vërtet. Unë pyetjen e formulova gjithmonë me pritshmëritë që kemi nga shtresa juaj, qoftë edhe nga forcat politike të cilat kanë mbështetur shtresa juaj, se nuk po i kërkojmë të gjitha këto nga shtresa jonë dhe forcat politika. Jo, pala tjetër, logjikisht do duhet ishte detyruar të ruante etikën, sepse në shumë vende ish komuniste glorifikimi i... Absolutisht, edhe këtu kemi firmosur konventa ndërkombëtare që nuk glorifikimi dhe
përhapja e ideologjive ekstreme dënohet, kështu që s'do guxonin ta bënin jo vetëm për shkak presionit shtresës tonë, por edhe presionit ligjit. Kështu që mungesat tilla kanë bërë që shtresa jonë dhe partitë politike që natyrshëm do na përfaqësonin janë në një gjumë të thellë letargjik, i cili ka zgjatur aq shumë sa një pjesë shumë e madhe të përndjekurve politik fatkeqësisht janë larguar nga kjo jetë me pa arritur ta shikojnë asnjë ditë të vënë dinjitetin dhe drejtësinë ta shikonin në krahun e tyre. Veliu, unë e di që kjo pyetje do t'ju vër pak në vështirësi, ndoshta edhe jo xhanum se brezi i ri është më pak i kompleksuar. Por fakti që kam mbi 20 vite që ndjek thuajse të gjitha aktivitetet që bëhen nga shtresa juaj, ajo çfarë më bën mua shumë përshtypje është fakti që përfaqësitë e shoqatave mezi bëhen bashk në aktivitete dhe këtu shpreh gjithë keqardhjen time personale kur e shoh një fenomen të tillë. Kjo është një pyetje që në aktivitetin tuaj, në konferencën tuaj pash që kishit përfaqësues të shoqatave, të institutit, të autoritetit e tjerë, po në të zakondshmen. Nëse do ishte në organizimin tim, dëshirën time apo mundësitë e mia, aty do ishte një sallë e mbushur me 10 fishin e pjesëmarrësve. Jo për mua, jo për e kam gjithë këto organizatën. Vite, Gold, nuk e kam vetëm për aktivitetin tuaj të fundit. Po ideja është që unë për shembull mund të flas në emrin e asaj që organizatës tuaj. Asaj që jam i angazhuar drejt për drejt, sepse që të jepesh e përgjigje e drejt saj, do duhesh një studim i mirëfillt dhe do duheshin persona që kanë qenë aktorë ndër vite. Angazhimi im ka filluar shumë vonë, domethënë le të themi këto 3-4 vitet e fundit. Angazhimi juaj zyrtar, institucional, se ju jeni që fëmijë prezent në Patjetër, po them në gjëra që janë publike dhe në gjëra në të cilat unë le të themi kam marrë një lloj përgjegjësie. Për aspektin tjetër, këtë që thatë juve, unë gjithashtu i bashkohem dhe gjithashtu është një gjë për cilën e pyes veten edhe unë disa herë kur kam bërë programimin për një aktivitet caktuar, kam menduar që pjesëmarrja do ishte masive, që do kishte përkraje të jashtëzakonshme, sepse mendoja që është një kaos në që duhet të bashkojë të gjithë. Patjetër, në cilën kemi, siç e thash, gjallë persona që e kanë vuajtur në lëkurë, domethënë janë varur me kokë poshtë, kanë ndendur pa ngrënë, kanë fjetur në tokë, kanë ndendur zbathur në birruc dhe kjo gjë, një person, domethënë përveç se në shumë raste dhe nuk ja kanë dalë, pa ata që kanë bjetuar, kjo është një mundësi e madhe për ata dhe kur e tregojnë, normalisht shkakton dhe emocione. Patjetër. Dhe e kemi mundësinë që të marrim më të mirën e këtyre historive, ta shfrytëzojmë mënyrë që të ndërtojmë një lloj ADN-je të vendit tonë. Sa të ndërgjegjësuar janë të rinjt për gjitha këto që thoni, Veliu? Jo, ka të rinj që e kuptojnë që tjetër gjë është që ti të bësh një diagnozë të saktë. Pra, shumica e shqiptarëve, po të shikosh, mund ta bëjnë perfekt rolin e atij që të shpjegon kush është problemi, çfarë problemesh kemi, por gjithmonë çalon pjesa tek zgjidhja. Në mbaj mend edhe kur ishim në fillimet e shkollës, kishim mësues që na thonin, "Ok, do ta kundërshtosh idenë e dikujt ose do ta kundërshtosh zgjidhjen për një ushtrim, por do japësh edhe ti zgjidhjen tënde." Alternativat. Do japësh alternativën dhe tek kjo është pjesa që çalon më shumë. Zgjidhjet janë fatmirësisht, sepse nuk kemi neve vend i parë që kemi kaluar në diktaturë, nuk kemi neve vend i parë. Këtë periudhë kaq të gjatë tranzicioni dhe dekomunistizim nuk di vend tjetër ish komunist si tek neve, kështu që sidoqoftë e kemi përgjegjësi që paktën me atë që kemi në dorë të bëjmë tonën në mënyrë që aty ku do jepet mundësia dhe aty ku është nevoja që të jemi bashkë, të bëjmë një ndryshim. E di që më kujtove tani, Veliu, Galimelo, në mos gaboj, një shkrimtar italian, tregonte një prallë shumë të shkurtër, senegaleze, po kuptim plot. Kishte rënë zjarr në pyll dhe zjarri sa vinte dhe bëhej dhe më i madh. Dhe mbreti Luani në këtë rast
jep urdhër që të gjithë kafshët braktisin pyllin, ndërkohë që të gjithë dilnin nga pyllin flak, shikoj një zog të vogël me një pik të vogël ujë në sqep që futej drejt pyllit. Dhe i thonë, ku po shkon? Gjithçka është në flak. Unë po shkoj të bëj pjesën time, tha. Dhe nëse secili prej nesh do të kishte patur në sqepin e tij atë pikën e vogël të ujit për të shuar këtë zjarr, kaq të madh, natyrisht që do t'ja kishim dalë dhe ne në këtë xhunglën tonë. Në shumë raste, nëse nuk ke mundësi që ta ndryshosh historinë, paktën ngelet thjesht në anën e duhur të historisë. Gold, na ka mbetur kohë mjaftueshëm edhe për deklaratën e përbashkët që keni nënshkruar juve gjatë konferencës, rivlerësimi i dëmshpërblimit, përmirësimi i trajtimit të mbijetuarve, kujdesi ndaj brezave pasardhës. Ndalojmë te kjo e para se kemi folur kaq shumë, kaq gjatë dhe është e turpshme dhe kriminale të vijojmë të flasim përsëri ne pas 35 vitesh për dëmshpërblimin financiar ende të pamarrë nga të përndjekurit. Unë në këtë rast ishta edhe një person që ishte midis atyre që i kishin këtë problem, por edhe si një person që e kam edhe vetë këtë problem, sepse nga gjyshi, nga ana e babait, edhe unë jam në listën e atyre që marrë dëmshpërblimin dhe këtë gjë e dëshmoj si më thënë në vetë parë, ku që nga 2007 që është bërë ligji unifikuar për dëmshpërblimin e të përndjekurve dhe deri më sot jemi te kësti 5 dhe shumat janë qesharake dhe kemi parasysh që jeta e njerëzve nuk është e pafundme, jeta është në rastin konkret gjyshi ka ndruar jetë, babai ka ndruar jetë dhe unë do doja shumë që ky dëmshpërblim të shkonte në radhë parë tek gjyshi po t'ishte mundësia. Nuk ishte mundësia tek babai. Ka kaluar tek unë dhe tek unë, motrat dhe tek të tjerë si unë dhe është e kuptueshme që një ndarje e tillë, një fragmentim i tillë i dëmshpërblimit e kthen atë nga një lloj reparacioni, që është edhe qëllimi kryesor, e kthen në një lëmosh, sepse në kaq vite të shpërndahet një shumë kaq e vogël dhe mundësitë e përdorimit të asaj për një investim, për, si më thënë, momentin që ti merr një dëmshpërblim të plot, mund të bënim për shembull po ta merrte babai, mund të garantonte shkollën e fëmijëve, mund të hapte një biznes, mund po shumë prej tyre mund edhe të ishin mjekuar dhe kuruar nga sëmundjet që kanë marrë në. Pra, ky është një investim i cili tenton të kthejmë mbrapsht. Pra, nuk është bërë asgjë, po thoni, sa i takon dëmshpërblimit financiar. Janë bërë shumë pak, sepse normalisht Shqipëria ka dhe angazhime ndërkombëtare, se jam i sigurt që po mos i kishte ato angazhime nuk do ishte bërë fare. Buxheti dëgjojmë që dalin para gold, ku shkojnë? Po është pikërisht kjo, bëhet fragmentimi. Pra, momentin imagjinoni në një aksident, dikush të dëmton makinën dhe kompania e sigurimit nuk ta dëmshpërblen makinën, por ta jep në 20 vjet nga pak. A keti mundësi që ta riparosh atë makinë? Jo. A keti mundësi që të blesh një makinë tjetër? Jo. Po e marr një rast fare banal për të thënë që kjo e pamundson domthonjë përdorimin e këtij lloji dëmshpërblimi për të realizuar qëllimin që ka, reintegrimin e të përndjekurve politik. Kërkoj shumë dje se jemi në fund fare, do ta mbyllim me një mesazh shumë të shkurtër për të rinjt. Atëherë unë niftoj të gjithë të rinjt që vinë nga shtresa e të përndjekurve politik, që kanë histori në familjet e tyre të përndjekjes nga regjimi komunist, të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e trajnimit që ne kemi me Konrad Adenauerin, por dhe të projekteve që do kemi në vazhdimsi me të rinjt, sepse një shprehje Gianni Fianos thotë që ai që harron bëhet palmë e vrasit. Kështu që neve kemi detyrë që të mos harrojmë dhe të mos bëhemi palmë me ata që kanë përndjekur, dhunuar dhe kanë dashur të harrohet historia e paraardhësve tanë. Goldvin Veliu, ju falenderoj shumë për bisedën në studio. Faleminderit juve për ftesën. Mbetemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Falenderime edhe ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.